mundësi ta shihni vetëm para 2 minutave, kur ishte këtu në sallën plenare dhe nuk ishte në gjendjes që të vi në takim konsultativ me të gjithë liderët e partive politike parlamentare. Aktgjykimi është jashtëzakonisht i qartë kur është fjala tek mënyra e votimit, sepse i referohet kreut të 4 të rregullores së kuvendit, pikërisht në 8, ku ka një agjendë të paracaktuar të seancës konstituive dhe aktgjykimi pikërisht i referohet në 8 të rregullores së kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe aty janë 3 pikat e agjendës, në ndërkohë që kur flitet për votimin e fshehtë, ai e thot qartë se neni 8 nuk ka referenca të asnjë nën tjetër i cili flet për ndryshimin e rendit të ditës apo për parashtrimin e mocioneve procedurale. Ju e keni pa për më shumë se 35 herë, na kemi një mocion procedural të cilin ne refuzojmë sepse nuk është pjesë e rendit të ditës i paracaktuar sipas nenit 8 në takimin e partive politike kur është përgatitur seanca konstituive, dhe me shumë gjasa që ka një insistim që të vazhdohet prap në atë. Na vjen keq që jemi betonu rreth një emri, rreth një procedure dhe komplet Kosova gjendet në këtë ngërç institucional për shkak të kokëfortësisë dhe mungesës së bashkëpunimit dhe kompromisit nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Gjykata kushtetuese, e thashë edhe një herë, obligon të gjithë deputetët që të votojnë për kundër dhe abstenim, siç e dini në seancën e parë, kur është votu për kandidaten Albulena Agjiu, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë marrë pjesë në votim, kanë votu kundër, neve po vazhdon me na u pa mundësu votimin. Domethënë, kryesuesi i seancës për cilin ka folë gjykata kushtetuese në aktgjykimin e saj, është duke mos e respektuar rendin e ditës, nuk po i lejon deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës që të votojnë për kundër ose abstenim. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka thonë sa herë që kryetari i kuvendit duhet të votohet me marrëveshje politike. Ne derisa nuk kemi marrëveshje politike dhe nuk do të kemi, nuk do të votojmë. Kemi vot kundër për cilin do kandidat për kryetar të cilin e propozon lëvizja vetëvendosje. Ju takon atyre që me ju përshtat kërkesave të partive të tjera, të cilat po kërkojnë, i kanë dhënë 40 opsione tjera, ose me bë marrëveshje politike me ndonjërin prej tyre.